Kandidatët për deputet Adeja Batusha, Frashër Krasniqi, Egzon Haliti dhe Adhe Arifi nga lëvizja vendosje, që janë në hetime për sulmin ndaj kuvendit të Kosovës, nuk do të mund të kenë lehtësira gjatë hetimit, edhe nëse arrin të sigurojnë votat e mjaftueshme për ulse në parlament. Avokati i Frashër Krasniqi Tom Gashi ka thënë se ligjet e vendit nuk i japin imunitet kandidatëve për deputet, nëse këta të fundit hetohen para se të zgjidhen në këtë post. Por sa i përket lamis penale nuk kanë kurfar benefite, edhe nëse që të katërtit të zgjidhen apo emërohen deputet kuvendit të Republikës Kosovës. Me qenë se kështu është e përcaktuar me kodin e procedurës penale, me kodin penal dhe nuk ka kurfar imuniteti nga ndjekja penale kushdo që tani apo në të ardhmen mund të bëhet deputet i kuvendit Kosovës. Mirë po, nëse ata zgjidhen në këto poste, partia e tyre është e gatshme të ruajë vendet e tyre derisa ata të lirohen nga akuzat. Përveç saj, antari kryesisë së kësaj partie Recep Selimi ka thënë se ata megjithatë kanë të drejtë të marrin pjesë në seancat e kuvendit, edhe nëse janë në arrest shtëpiak. Ai shtoi se ka pasur raste të mëhershme kur të dënuarit me arrest shtëpiak kanë marrë pjesë në seancat të kuvendit. Normalisht që në rast se do të kenë numrat e mjaftueshëm edhe aktivistët tanë që tashmë janë në arrest shtëpie, ata do të jenë në seanca parlamentare dhe do ta kenë të drejtën që të marrin pjesë në seanca parlamentare, ashtu siç kanë pasur të drejtën dhe kanë shfrytzuar këtë drejtë shpesh herë edhe deputet tjerë të cilët kanë qenë në arrest shtëpiak. Pra shumë deputet tanë që për shkak të hedhjes gazit dhe të tjera kanë qenë në arrest shtëpiak, ju është mundësuar që të marrin pjesë në seanca parlamentare, kështu do të jetë edhe në rast se Frashëri, Adeja apo të tjerët përfitojnë numrin e mjaftueshëm për të qenë në seancë. 4 të akuzuarit nëse do të zgjidheshin deputet në kuvendin e Kosovës, ligjërisht 6 muaj kanë të drejtë të mbajnë të grirë këtë post, ndërsa votat e tyre ende nuk janë bërë publike.